30 vjeçaria nga Prishtina theu xhami në komisariat Policia e Tiranës, asnjë lloj dhune ishte e dehur. E reja nga Prishtina e dehur në timon, si ndërhyri kur policia i ndaloi të vllajin, po në gjendje të dehur. Policia e Tiranës ka reaguar pas publikimit të një video në rrjetet sociale, ku pretendohet se punojësit e policisë kanë ushtruar dhunë ndaj një 30 vjeçareje të ndaluar në komisariatin numër 1 në kryeqytet. Policia sqaron se gjatë gjithë ndërhyrjes dhe procedurave ndaj shtetases AP banuese në Prishtinë nuk është ushtruar asnjë formë dhune. Sipas policisë, të gjitha veprimet janë kryer në përputhje me procedurat standarde në prani të një punojësi të policisë. Sqarojmë se në asnjë moment shërbimet e policisë nuk kanë ushtruar dhunë ndaj 30 vjeçares dhe pretendimet e bëra publike nuk janë të vërteta. Punojësit e policisë kanë zbatuar në mënyrë të rregullt detyrën dhe kanë vepruar në bazë të ligjit, thuhet në njoftimin zyrtar. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:50 të datës 21 qershor, kur u ndalua një automjet i drejtuar nga një 23 vjeçar, vllai i arrestuarës, i cili dyshohet se ishte në gjendje të dehur. Më pas, në vend ngjarje mbriti dhe reja, e cila kundërshtoi me dhunë punojësit e policisë. Pasi kjo e fundit u ndalua, rezultoi po ashtu në gjendje të dehur. Në ambientet e komisariatit, 30 vjeçaria ka goditur me grush xhamin e dhomës së shoqërimit.